Jemi këtu për të nisur një proces i cili është i proces i kombinuar i komunikimit intensiv të Partisë Socialiste në të gjithë territorin, së bashku me riorganizimin tërësor të Partisë Socialiste, si domosdoshmëri për vetë procesin zgjedhor në organizatat socialiste në funksion të zgjedhjeve vendore të vitit 2027. Siç kemi bërë në të shkuarën, edhe sot ne hymë në fazën tjetër të punës sonë për zgjedhjet e ardhshme, të cilat duke u nisur edhe nga analizat e bëra, duke u nisur edhe nga forcat që do të kemi kapacitetin të disponojmë në terren, kemi gjithë arsyet të besojmë se do të jenë me një rezultat edhe më të mirë sa zgjedhjet e shkuara.